Deklaratat e fundit e njërit prej liderëve të Vlenit Bilal Kasami, ku tha se ministri i drejtësisë Igor Filkov mund të përfshihet në rikonstruim të qeverisë, ka ngjallur reagime ironike në mes partnerëve të koalicionit qeverisës, gjithsesi VMRO, DPMNE, Znam dhe Vlen. Se a do të ndodhë me të vërtet kjo, kryeministri Kristian Miskoski u përgjigji shkurt, por me ironi të dukshme, duke sugjeruar që pyetja të drejtohet për Kasamin. Pa, ne znam to, a može bi trebalo da prašite gospodin Bilal Kasami. Me të njëjtën dozë të ironisë ndaj Kasamit u përgjigj edhe ministri i drejtësisë Igor Filkov. Кога ќе биде Билал Касами премиер, тогаш веројатно он ќе кажува кој ќе биде министер, а кој не. А до тогаш владењето на правото, односно почитувањето на уставот и законите ќе важат за сите. Kujtojmë se kreu lëvizjes Besa dhe njëherësh e njëri ndër krerët e Vlenit, Bilal Kasami, në një emision në televizionin 21 të mërkurën tha se ministri i drejtësisë Igor Filkov me deklaratat e tij për kërkesën e studentëve shqiptar që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe, po përpiqet të mbulojë dështimin e tij me tema etnike, ndërsa paralajmëroi se Filkov do të përfshihet në rikonstruimin e qeverisë.